Problemi ka kriju sa s'ka. Të mbregun e Macës nuk ka bon avaki mu blokua bregu i Macës le bushat e këtë tonë që vinë për pazar, një tonë a blokua komplet të bura. Ta se si luajnë këta nuk i di zan. Shteti ka punë në vetë. Por kjo me hile. Jo ishin maru me ko, me pakenë për smarit, ishin maru me ko. Por nuk kem shtet. Thëmë copë nuk kena shtet. Edhe se s'kem shtet, e se s'kem njerës, ashtu për ata ikin të tëron. Jam bo me ikë unë, jam plak i vjetër, jam vetëm 2 vetë në shpi. Unë të ashtim du të mëra, ka autostrada më shkon milët. Kjo s'ka bo vaki i në herë. Tash këtu a këput rruga komplet, e s'ka djallë në që vjen autobusi jetu, e sa shto jetu vjen, zanë ven në qajik, vjen fugonat. Që fugua që eshtu, ja blokua komplet rruga, ja blokua, që me të thonë ty, komplet. Kjo s'ka ba vaki në herë, shteti, rënof shteti me thonë. Shqetësim, do më thënë, ne që kalëm nga një herë këtej, është shqetësim. Zona këtu pasaj se unë nuk jam nga kjo zonë, do më thënë, do ta ketë shumë problem se duhet i bi rreth e qarkë. Unë tani, do më thënë, vi nga Rubiku, se nuk vi do drejt rrugës Kombi, do më thënë, që të futem këtej. Edhe i bi rreth e qarkë, kur vi nga Rësheni, se bëj Rëshen, Rubik, edhe i bi nga rruga dytësore. Ajo po shkon goxha muaj që kur është mbyllur, plus asaj edhe gjatë verës që është trafiku i rënduar, andej kjo është do më thënë si rrugë liruse që liron goxha trafikun, ne për shembull që e dimi i bim dhe këtej nga rruga dytësore. Për zotën më thënë drejtën problem na ka kriju shumë, po qem korrekt. 3 minutit i bjem rrath për rrath, ferë, dalim rrugë kryesore për me ikë për lash. Po tërte gjithë të muaj do ishte riparua jo, po 6 muaj kjo punë.